Për të vazhduar pak më tej, ky konfirmimi interesit të Kosovës në suazën e strategjisë amerikane të politikës dhe të sigurisë, a mos do të provokojë një përplasje me Bashkimin Evropian, i cili marrëveshjen e Brukselit dhe aneksit e Ohrit e ka sigur themeli të ngrehinës së saj në raport me dialogun Kosovë-Serbi? Po edhe pse pyetjen e pranova me disa ndërprerje, por mendoj se realisht e kam kuptuar. Realisht ne kemi një situatë e cila është krejt e re për bashkësinë ndërkombëtare. Ne duhet pajtohemi se edhe ky problemi i Kosovës i dialogut me Serbinë është çështje e lidhshmërisë e procesit e realitetit që kemi në kuadër të Ballkanit, në kuadër të Europës dhe botës. Ne duhet pajtohemi se një rend të ri ndërkombëtar, nuk e kemi, a e kemi të shkatruar një vjetër. Kemi një OKB e cila zëri nuk i dëgjohet as kërkund, kemi Këshillin e Sigurimit i cili nuk është takuar kohë për një kohë të gjatë dhe mendoj se vendimet që eventualisht mund t'i sjell, do të ishin gati të zbrazura, të kota. Sekretari Gjeneral nuk i dëgjohet, zëri një kohë shumë të gjatë. Madje edhe shumë organizata të specializuara në kuadër të Kombeve të Bashkuara janë jo funksionale, dikun pjesërisht funksionon Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, organizata botërore e tregtisë gati nuk funksionon. Gjitha këto janë realitete të cilat drejt për drejt para reflektohen edhe në çështjen e paqes dhe sigurisë në botë. Prej fillimit të konfliktit në Ukrainë, gradualisht është devalvuar pozicioni i Kombeve të Bashkuara dhe i sigurisë ndërkombëtare, me te edhe i sigurisë në rajonin tonë. Kështu që ajo që ne kemi shpresë se do të kemi një farë dialogu efikas mes Serbisë dhe Kosovës, nuk jam shumë optimist se ajo mund të realizohet në të rrethana pa dallimat se kemi do ndryshime të caktuara që favorizojnë pak a shumë apo inkurajojnë segmentin e shqiptar, veçanërisht Kosovës, lidhe me çështjen e rajonale, siç ishte vendimi i Kongresit Amerikan. Megjithatë ne kemi pushtetin e ndarës, pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës është më shumë si sistem presidencial, kanë një strategji pak a shumë funksionale, e cila nuk është drejt për drejt e lidhur çdo herë për Kongresit, dhe kemi edhe një dokument që me siguri ju kujtohet u pak miratuar disa muaj më parë, mendoj se para 2 muajsh emrohej strategjia e re e politikës jashtme amerikane, dhe aty nëse lexoni atë pjesën që ka të bëjë me Ballkanin Perëndimor, aty nuk përmende shtetet përveç Kosovës dhe Serbisë, por edhe ato në kontekst të dialogut e cili u pat ushtruar në mandatin e kaluar të Trumpit, ku u arritën disa pika caktuara, njohje për shumë nga Izraeli e kështu me radhë. Nuk jam i mendimit se shumë do të mbrihet me çfarë iniciative, vullnetit mirë që mund të ketë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi fokusi i tyre është i përqendruar në shumë segmente tjera. Vetëm nëse eventualisht rrezikojmë seriozisht paqen dhe sigurinë, atëherë mund të kemi ndonjë fokusim, por jo as parafërsisht krahasuar me atë që kishim përpara. Qartë.